Mirë, tani në studio jam me një personazh që të gjithë e njihni mo, të gjithë e njihni, një politikan 24 karaç, jo kështu si Flori dhe këta. Një politikan për e vërteti, ai ka deputet sa vite, është zënë me gjithë dynjan atje. Erion Braçe. Po ke Flori unë ngatrove, se Flori është duke marrë fëmijët në kopësh. A di me kë Flori kam? Po me aty, një Flor ka. Firmua esi, pra. Flori oficial. Unë falenderoj shumë që me vërtetje politikani imi parë që kam. Përveç Oret që është ish. Se isha politikani parë kështu si preferencë, mo jo. Nga dashuria po thua? Jo, më jo nga vota. Unë votoj po Gradica, ai voton për me, s'ke votën asnjëri. Ju regjistrojmë. Takove. Flori më foli çik për këto. Foli? Tha që kështu bëjnë nga këto regjistrimet e kota, tha kështu për këtë bashkë. Po të shkosh të regjistrosh ke kopshi i haron njerëzit, çfarë të mund të thësh? Për Florin e ke? Mu ma jes. Tani lirë lexon në Facebookun tënd. Ç'është ky status i një grua pas 40-ave? Ke parasysh këto gratë që ka rrar burrin, edhe vendosen tani e lirë. Çfarë ishte ajo me vërtet? Ai ishte në një moment që me lirie. Ika nga vendi nga zvendës kryeministër, se desh tash kryeministër. Ka tha shumë. Ika nga zvendës kryeministër, kështu që në atë moment realisht duket sikur shlirohesh nga një gjë që e ke pas barr gjithkohës. Pse kishe barr atë që ishe zvendës kryeministër? Patjetër, përgjegjësi shumë e madhe. Në krahun tjetër kur s'lën punosh, bart bëhet. Imagjino Rama sa më lodhet brenda pika. Ai është kryeministër, e di? Po se i bën të gjitha vet, prandaj. Të gjitha vet, është shumë punëtor. Me që ishim te interneti, ai lexon komentet që të bëjnë njerëzit në internet? Jo. Këta që shajnë. Lexoj vetëm ata që shajnë dhe i shaj. Po memet i shikoni me kolegët i komentoni ndonjë? Jo. Do bëhesh meme. Shqyr kam edhe kolegë që nuk din ta përdorin nuk din të përdorin këto gjërat edhe nuk më sjellin gjë. Pse jeni dobët ju të pësës me këto? Me teknologji? Lapsin, dërgistër lapsi, këto bërat. Ja u ka marrë Berisha ato. Jo, jemi në fazën që ai vazhdon me ChatGPT. Po nuk ka pak zili kështu kur ai është 80 vjeç edhe po është më in me këto trende. Sa radhë prandaj u thum, unë i thash i gazet letre. Ai më tha mua hajde këtu, hajde shiko këtu, marr shikoj, kishte pyetur ChatGPT-n sa është taksa e naftës në Gjermani. Edhe ajo i kishte kthyer një përgjigje. I thash, "Ora, unë po t'jap një gazet me madhja financiare, ti më tregon mua ChatGPT-n?" Edhe u ktheva. Pastaj tha, "Jo, prit mos ik, sa hapi celularin, se deri në atë kohë ishte me iPad-in." Hapi celularin, tha, "Shikoj këtë tabelën këtu, tha. Shikoj unë atje burimi, thoshte aty Departamenti i Statistikave në PD." I thash, "Ore, çam tregon PD, më tregon prap." Edhe tha që më ke kundër diellës. E thash, po patjetër, më kam fituar lirinë, i thash ti jam kundër gjithkohës, po këta të shkretë që s'dalin dot kundër ateje, si do ta bëjnë? Denisa, nuk të duket sikur gjithë opozitarët me Braçën kanë një marrëdhënie love-hate se ky është në vetvete opozitar dhe etiketohet. Domethënë Berisha thellë të urem, po thellë të do se. Jo, Berisha jo, po janë këta që s'din të bëjnë asgjë, edhe revoltohen se po kush je ti që flet ashtu? Po. Kështu drejtojnë gjithkohës. Po ha pra bëni punën. Po shiko, atë pensionin 1 milion lekë do ta marrin edhe ata që thonë ty ashtu. Ata bllallin. Si 1 milion. Sa është 1 milion, 2 milion, sa është? Ja. Se ti je kështu llogaritar, 200 llogaritarit. Kanë pagesë kalimtare herë që është gjysma e rrogës. Po. Pastaj me taksat tona. Kur të vi mosha e pensionit, marrin pension. I ke kërkuar ndonjë për veten në internet? Që të shkruash Erion Braçe. Ja. E shkruajta unë. Dhe para çka çardel. A rob të shpis. Jo, Erion Braçe, hajt. Kanë kërkuar njerëzit të parë, gjatësia. Çka ka shkruar? Pastaj janë këto vendlindja, CV-ja, origjina, gruaja, Wikipedia. Sa i gjatë ja? Unë me timen duhet të jem 166. Ua, 3 cm më i shkurtër se Messi. Po ke kështu ti kompleksin e Napoleonit apo? Ka rrogën 20 milionë euro në muaj. Më mirë ti ke 18. Lek, 1000 lek. Po ti s'ke kështu në pallat nga këto të gjithë. Ja. Pa gjë pallate këtu kur erdha, po unë s'kam gjë. S'më madh. Ke ngelur mbrapa Erion? Jo, kam portuar të bëra me pallat. Ti spërtonte të bësh nga ato video që delin edhe bën, shikoj dy shekët më së bashku. Ato janë me kollaj. Po për kë i bën ato ti? Ti që ti dëgjoj bashkia, ti i njeh të gjithë, ata i merren telefon edhe mbyll atë punë. Ky është problemi që është një që i kontrollon ata me telefon edhe mua ma mbyllin telefonin, nuk ma hapin. Për kë? Jam i detyruar që ti nxjerr vazhdimisht, domethënë që edhe ata të bëjnë punën. Tirana ka një vit që as qeveriset as vetë qeveriset dhe normalisht puna është shkrehur totalisht. Po ti ç'do bësh me Bashkinë e Tiranës? Do kandidosh vërtet apo po bën kështu? Shumë seriozisht e kam me thënë drejtën. Edhe do t'i shkoj deri në fund, pavarësisht se të gjithë më thonë që
Që shiko se nuk të vë ai. Jo, ai s'të vesh e vdekur. Se e ka Ka thënë. shoh. Unë kam kërkuar një proces. Unë duaj që ai të dalë të thotë do vë këtë. Unë duaj që të bëhet një proces, të ftohen njerëzit, të votojnë paraprakisht. Në qoftë se më mundin, okej, unë do mbështes atë që fiton nga ai proces. Okej. Në qoftë se s'më mundin dot, pastaj duhet më mbështesin kaq. Mos ndoshta është e destinuar Bashkia Tiranë të ketë vetëm Eriona. Po ashtu ti shmange këtë, se nga që Eriona të shu kandidim, kryetar, burg. Se mos Eriona të bashki. Erioni saj. Ai është patriot leja. Për Erion Velian e kam. Të vjen keq për Lalierin? Po për cilin do më vjen keq domethënë, më thënë drejtën. Unë thjesht e kam pas kryetar bashkie. Te ke çuar në paketë. Banori i Tiranës. Ajo, unë duani se shpundaj asje. Edhe ti bën gabim shumë me atë që ke në dorë. Po pi dikush aty, se ku i ka inat ato gjërat. Është një problem shumë i madh në parlament sepse ti mund të rish në sallë, po shtollungat e tymit që vinë nga klubi i parlamentit ty në sallë, ti nuk merr dot frymë. Kush pi më shumë aty në parlament? Kush stresohet më shumë? Janë këta që fin puro janë. Puro. Edhe mirë, se shikon ka personazhe që kanë edhe peshë dhe ju shkon puroja. Po ka personazhe pastaj që me puro, domethënë. Tash edhe si të pije ti puro. Gas bardhi për shkakun me puro. Shkon ajo gjë. Pale si kollitet e. Erion, gjë e parë që do bëje si kryetar bashki. Ore çka do unaza një kështu si magjistar? I kam që t'i shoh Arjan Curri, e njihni është një Arjan Curri. Filozofi. Është eksakt, është filozof, është prift, është ç'a nuk është. Teolog. Si të gjithë në Shqipëri. Është edhe këngëtare, pa çdike për Lexon e mendje. Ka koncert recital kësaj jave në Përmet. Vërtet? Po. Prandaj kam 6 muaj si Përmet. Erion, gjë e parë që do bëje nëse do bëhesh kryetar bashkie. Ja mo të hënën, do të çosh të hënën, do pije kafe. Do pastroje qytetin. Që është një zhul i madh, domethënë ku ka edhe njerëz që lahen. Po për shembull me kulla ç'a do bëj, apo do thoje kështu se i shoku që. Me këku. Që s'kam shumë bëj se miraton me VKM, thoshte njëri. Jo, ato s'miraton me VKM, ato miraton me leje të një tjetër kulle. Me lelindje. Jo, me leje të një tjetër kulle. Dhe normalisht që unë do kërkoja që për to të vendoste Bashkia e Tiranës, mos vendoste më KKT-ja janë ca akronime kështu të habitshme. Besoj duhet ndaloj këto kulla ta bëj. Se ka kulla të gjata, ka kulla të gjera, ka kulla që duken si Bojken Lapo, ato të gjërat duhen eliminuar sa më parë ti të mundur, sepse po marrin sipërfaqe që duhet ju shkojë njerëz. Shu bë kjo të merre me këto kulla me ngjyra, me fytyra, me. Po është. Imagjino një me fytyrën Arjan Currit. Do ta I kull kështu. Atë ngjitur me atë të Skënderbeut. Ore, po s'kemi bëjmë mjekrën këtë kulla atje. E më do ri kështu. Ai shumë mundri. Do ri kështu. Ore, si Sokrat. Po ti po sa ai është filozof tani. Eksakt. Edhe si Sokrati e rregruaj prandaj smartohet. Do rri edhe ti me kështu me noizin me Alban Skënderën me këta gjithkohës, po ti kryetar bashkie, bëj foto me këta çunat. Shikon, nuk janë dim të këqij. Noizin me Albanin. Realisht, po. Mirë, janë me vërtet. Noizi ka dhe shumë lek. Janë dy kështu polet kundërta jo. Noizi ka makina shumë, jo lek shumë. I ka bërë tëra makina. Ka bërë makina të Rigeri vlla, do rrihe me ata. Ose ti ndoshta do gjej të tjerë, artista të tjerë për shembull. Për shembull ti mund të vjet. Ua, disa do doja të isha unë Alban Skëndera jo. Po bën? More ç'të duash ti vetëm jep lekë nga bashkia. Këtë emisionin Këndoj, recitoj. Le, mos provo tash. Këtë emisionin Denis Roja Force. Kam përshtypjen që Albani ka audiencë. S'ka nevojë për lekë. Albani është këngëtari më s'ka nevojë për lekë të bashkisë. Jo, më nuk ja u dha Albanit shumë, ose Albani ke parti si ka koncerte të plot. E pash i gjuajtë me lekë, po nuk shkojmë. Tani nga i lekë, nga i shkoqur e kanë marrë ata, po hajt. Nuk ka dal llafi për këtë gjë ti i pari që po dëgjojmë për këtë gjë. Po mirë, ma lër mua atë barr të rënd. Tani po të ngope njëri me lekët do kisha ikur ti nga deputeti. Se ti mendon që po dalësh nga deputet ka më shumë lekë se sa kur je deputet. Jo, kur je deputet kam shumë lekë. Tallesh. Po e ke dëgjuar ndonjëherë kush thot ndonjëherë sa lek ai është hidraulik, po thot sa leku ka ai është deputet. Po s'tregojnë më valla, hidraulik nuk tregojnë sa lekë, se ju ka vajtur dita e punës 150.000 lekë, 200.000 lekë. Dakor? Në fakt edhe në porno vetëm hidrauliku duhen, e ke vëre? Si nuk kanë thënë, "Oh, jo, një deputet po vjen te shtëpia ime." Asnjëherë. Kur do bëti porno me deputet o burr? Ku di, unë se unë isha regjisor porno do ta bëj ai deputet. Ka ikur ata nga parlamenti, kishte plot. Tash mos kërkoti. Ka patur kështu më? Po pse Saliun do futesh atje? Ore, se ka patur kështu që kanë qenë të fortë në këto muhabete? Ka pasur të fortë plotët. Ky luli u rrente gjithkohës, më thënë bëri një ligj për dekriminalizimin e i përzuri, ka gjuna. Sta pornostarat. Gjuna.
Erion Braçe si kryetar bashkie, do jepje Chelsea. Po më ta thash që do bëj. Do jepje Chelsea Kanye Westit kur të vi? Ja. Pse më? Ai do ndërtoj dhe një stadium vet. Pa ai mund të bëj deri atletet, po problemi është që ati s'do jepja. Për punën e nazizmit e atyre gjërave apo s'pëlqejnë Po për fare. punën e nazizmit, po për mënyrë se si trajton ato gratë që ka, domethënë. E kam parë që Mala Kuri gjithkohon atë. Okej. Kur që ke feministi pa parti. E tepron me atë italianën. Duke qenë që ti ke qenë gazetar, ke qenë edhe krye redaktor, mos gaboj? Okej. Çfarë do shqetëson më shumë te kjo media sot, si është bërë sot media? Ke media sot lajmet e rreme. Fake news e po thua. Ajo është gjë më e rëndë. Erion denonson më shumë se gjithë mediat. E ke menduar ta hapësh në një faqe kështu, Braçe është qef për shembull, duke qenë se denonson shumë. Braçe Broadway. Braçe Broadway. Braçita. S'kam kohë, nuk kam kohë më marrë. Jo do ta quaj Kazan pastaj ai titulli. Po. Është janë halle. Hym në sherrë kot. Ka shumë siklete, drejt. Po jo, ka drejt këtu. Ka drejt se janë këto tituj, filloi njëri kështu Braçja ka mbjell flokët. Ku diun nga këtu. Ishte marrin edhe në fund palesha del. Ja, njëra kishte shkruajt se kishte rastisë kishte dalë në foto pasi isha rrojtur qetur. Edhe emra ishte thënë ky ka bërë buzë. Në fakt kur të putha çfarë më duk pak. Do sa është raj parë që puthi deputet prandaj. Edi Rama, me që ishim prapë te mediat, Edi Rama ishte në një intervistë me Edi Rama kështu shoqë. Te Nikol Lesi. Fol se. Fol se do prihen gjitha këto. Kjo vila vale. Edi Rama tha, më lejoni se do të citoj të nderuar. Erion Braçja ka qenë, është dhe do mbetet ky që është. Ai ashtu ka qenë, edhe ashtu duhet të jetë. Nuk e di pse e tha këtë duhet të jetë, shumë kështu. Nëse po I fund shet. Ishte urdhër, po. Eksaktësisht një njerëz që është vetvetja. Kush po përpiqet ta imitoj, bën gabim. Me Elisën e kështu. Nuk e di. Po se ajo po bën kështu si rebele. Jam I pa imitueshëm, pa e ngatrohet në këtë rast. Po, dhe Elisa do të imitoj ty. Të gjithë imitojnë Ramën, nuk më imitojnë mua. Po kështu si në kohën e Enverit që flisin gjithë si ai? Si në kohën e Enverit, si në kohën e Fatos, si në kohën e Saliut. Në kohën e gjithëve, domethënë, gjithë imitojnë udhëheqësat. Ke parlament sot është nam, 3-4 nga ata që janë aty. Vinë me Saliun, dëgjojnë Saliun, flasin si Saliu dhe ikin prapë me Saliun. Flasin si Tropojan, ndërkohë janë nga Përmeti. Jo, në fakt kam imituar Braçen në festat e shkollës me Çfarë thua më burr? Kam Ti ishe në shkollë? Kam qenë në shkollë. E meritoje Panajot. Me këto e merja shkollën. Braçja dogji Panajotin, e përvëloj. Ore, si është një mbledhje me Edi Ramën? Mbledhje me Edi Ramën e gjatë, shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Që s'përshon as ditë as natë. Unë durimin se s'lë as telefonat. Ky është I vetmi problem. Ti do të rish telefon? Gjatë mbledhjes është shumë interesant, po ç'të dëgjosh? Gjatë mbledhjes Braçja po gatuan sot. Gjatë mbledhjes e merr dikush telefonin se jo e kërkon fëmia, e kërkon gruaja, e kërkon elektorati, kështu etj. Lëre atje. Dhe lihet telefoni me një tavolinë të madhe, mbledhen në fund të bëj pirg me telefona. Çfarë thua? A u le të rini me një këmbë kështu ta cepe? Jo, vetëm telefonin, me një këmbë jo se ka karige 4. Ua. Unë të kisha bërë një pyetje çfarë të bezdis më shumë tek Rama. Kjo të bezdisjes, letësh në telefon? Çfarë të bezdis që e zgjat pafund mohabetin. Pse më duket mua sigurisht do ti këtë. Po thret me atë, ka thret me. Fatos Nano. Ore, Edi Rama apo Fatos Nano? Të dy bashkë. Të dy bashkë s'kan ndenjtur shumë ata. Kanë ndenj. Sa kena heq ne me I pajtu. Kam ngrënë unë 7 dreka pajtini. Një shkreti. Po. Ato drekat. Ti po bëjë ndërmjetësin më? Po jo më ishim shumë, na ftonin edhe ne tjerëve që ishim dëshmitar kur ata pajtoheshin. Po I pajtuam, esnim. Derisa ky pastaj I tha qort një ditë atij, pastaj ky u prish fare më. Kush I tha qort? Rama. I tha Nanos më? Pse? Po ai pasur se ishte, po ky qort I thoshte ku ti. Ai është I çmendur. Domethënë ai është fantastik, është artist, është artist. Djalën Berishës ti thot këto gjërat. Ore, ke parë ti që Berisha apo bën thirrje kështu që merrni ChatGPT, merrni Claude, instaloni, po mundohet që të fitoj me teknologji. Po mundohet kopjoj Trumpin, po si del se I ka flokët, domethënë 80 vjet I ka mbajt flokët kështu. Tani si kthen dot kështu. Si e mban tani? Mundohet që sikur zbret nga motori, ka thënë njëri. Ore, a mendon që Berisha është djalli? Kush ka shkuar të këtë? Djalli jo, po. Mos se djalli ka veti. Do të kesh veti për çën Edhe djalli. Berisha ka shumë veti, valla.
Për shembull? Nga nuk e di. Duhet mi thuash ti duhet ta njohësh nga afër. Ti e ka për e brël në bryl, se mban më. Po di me di e maj mend pa di. E po donte të dominonte. Atë ditë ishte i dheur. Ky është i vetëm. Ja Berisha nuk fjalë ka. E dini? Jo, nuk e di mirë. Si të vrasësh 4 veta vetëm i dheur mund të jesh vëlla se esull si vret dot. Ore, ke që nuk e bërshurë në herë të banjat me Berishën? A e ka të mafë? Ai nuk. Jo, e kam seriozisht, një njeri ka të vetë besim. Po pra. E po më dëgjoj dhe ti mua tani. Ai nuk, po un kam gjithkohës vetëm ty dëgjoj. Sa mirë. Ai ka dy gjëra. Paguaj nga 10.000 lekë njerëzit. Në klub nuk hyn, edhe në tualet nuk hyn se ka hall se në klub e elmojnë, në tualet e vras. Kështu që nuk hyn në botë atje, vjen në parlament. I ka kryer gjitha. Ri, flet, shan, bërtet, ikën se i vjen prapë, largohet. Po Rama, shkon baj? Rama ka baj më vete. Jo, duhet të jetë në krah të kundërt me banjën kështu ka. Rama e ka me autorat. Ti është rrishi konë edhe është duke mbaruar. Po vjen fare burr. Ore, i ke bërë një like pa dashje Berishës, duke përgjuar të profil. Kam marrë herë në telefon i kam thënë se kemi drita. Ishte kryeminist atëherë, unë isha deputet në Berat. Edhe mora në telefon, Berati kishte vetëm 3 orë drita në ditë. Ata zgjidhi problemin? Jo, unë i shkruaj ta dua të takoj etj me Rama, merr një grua më thotë, kush je ti thotë? Ajo Braçi është, nuk e shkruajtur gjë kryeministrit, po jam shkruajtur. Tha, po mirë, tha kryeministrit pret nesër të vishte. Vajta të nesmën shkova në zyrë, ai kishte probleme, donte kolltukun kaq. Ashtu ë? Unë pash një kolltuk tek kështu përballë dhe thash ky ri këtu, unë ula këtej. Sa ai kolltuku thash i imi, sa na mbaj, thash ç'do doj gjithatë. U zot për i kolltuk. Çudi politikanët zgjen për kolltuk si jetë. Nuk zgjet për gjë. Të gjithë politikanët për kolltuk zgjen Arion. Po me thënë drejtë unë rin këmbë. Nga që i shkurtur o burr pranoj. Me që jemi te politikanët gënjeshtar, politikanët gënjejnë. Thonë. Po cila është gënjeshtra që i thonë më shumë vetes? Jam me zoti. Ai është gënjeshtar më e madhe. Në këtë zejen tonë, domethënë, ca e mendojnë si mision. Ke dëgjuar dalin thonë, unë jam politik si misionar. Shikoj si punë, me thënë drejtë. Mos do shta e thonë se u pëlqen ai termi misionar, ma pas ka lidhje. Pas e bëri seksuale, more maskara. Politikanët nuk bëjnë seks, vetëm mendojnë për hallet e popullit. Asnjëherë. Janë shumica janë eunukun, prandaj thashë për banjën me atë. Nëse do hiqet dorë nga politika, çfarë do të mungonte më shumë dhe çfarë jo? Po ti që dorë nga politika do mungonte Divjaka, për shembull. Fatyr Divjaka. Mendoj se do ta hiqje pasi ti kishte nga politika? Po jo më jo. Japin kërgjitës. E zën të tjerë, more, e zën të tjerë. Edhe e konsiderojnë si pronën e tyre. Erion, shkot. Janë në dhërmi ata për mua. Janë duke u marrë me dhërmi, prandaj nuk shkon njëri në Divjak. Po çfarë nuk do të mungoj nga politika? Saliu, për zot. Po, të gjithë mo, të gjithë. Jo, aty brenda PD-s, jo, gjithë duan e qajnë e bëjnë. Po ç'bëhet? E qajnë për së gjallë. Elpin. Mirë, po për moshën që ka shumë i fortë është. I fortë është plak. Çfarë është plakun tim? Nxjerrë tek mesazhet. Nxjerrë tek mesazhet. Ta presin aty ku marrin pensionet. Sa radhë. Po boll shave nga vendi i tij se vajte 82 vjeç sa baba imi se po boll shave nga vendi, po bollër ri rat. Nëse do bëmi lojë të bukur. Hajde.